Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën e sigurisë të ndërthurur me politikën dhe zhvillimet e fundit brenda vendit, në Shqipëri, në rajon, me syt në Kosovë, Ballkani, një fuqi që vazhdon të jetë baruti prej kohësh. Atë që po ndodh në Europë, por edhe në gjeopolitikën tërësi, me zonën Emanuela Dyrmishi, eksperte EPS gjeopolitikës dhe çështjeve të sigurisë. Zonja Dyrmishi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Në Ballkan ka nisur etapa e dytë e stërvitjes Defender Europe 2025, ndërkohë që këto mund të jenë rrugë edhe ndoshta për përgatitjen për një konflikt të ardhshëm. Kryeministri Kurti në Kosovë ka ngritur alarmin, 70% e kapaciteteve të ushtrisë serbe janë në kufi. Ne dje kishim një vendim qeverie në Tiranë që kryeministri riktheu rezervistët në ushtrinë në aktiv. Pra, po ndodhin shumë gjëra, tani pritet, ndoshta presin vetëm që Rusia me Kinën sqetë edhe ata ushtrinë për stërvitjen në Serbi. Atëre, siguri është një moment shumë kompleks në nivel gjeopolitik. Duhet ketë kujdes si nga ana e informacionit dhe dezinformacionit, sepse sidomos në këto momente ka një rol shumë të rëndësishëm, pra ato që quhet psikologjia e masave ndonjëherë. Me siguri, ajo që po ndodh në kufirin midis Kosovës edhe Serbisë është diçka preokupuese. Është një lëvizje që ka kohë që është, nuk ka patur momentet e saja mund të themi ku konflikti mediatik, konflikti midis vendeve në veri të vendit ka qenë më i ulët, por do duhet shumë kohë që në të vërtet konflikti midis dy vendeve të shuhet. Unë do të kujtoja që para një viti, një prej generalëve më të rëndësishëm të Serbisë u shpreh: hapur Kosova është Serbi. Edhe Gjuri, ministri i jashtëm, para një jave tha që ne jemi popull të rënë nga qelli, populli i rënë nga qelli, kur vjen momenti do ta rimarrim. Pra, kjo duhet lidhur dhe me diçka shumë shpesh. Gjeopolitika, psikologjia, ekonomia janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Serbia në fund të fundit, në gjithë ato që ishin dekadat e fundit të ekzistencës të ish Jugosllavisë, jo vetëm me Kosovën, por edhe me vendet e tjera, ka luajtur rolin e majës, mund të themi, në ato që ishte gestionimi i gjithë ish Jugosllavisë, rajonit e të tjera. Kosova, duhet kujtojmë diçka, Kosova është fusha më e madhe e dritrave, e grurit në Ballkan, plus është një fush shumë e rëndësishme për pjesën minerale. Dhe rëndësia e Kosovës është ajo, nuk është se e duan sepse e ndjejnë e dim shumë mirë se çka ka qenë lufta në Kosovë, luftë që në fakt kishte filluar që në vitet 80, me të gjitha masat që Serbia, që në atë pjesë ishte pjesë e ish Jugosllavisë, ndërmori kundrejt arsimimit, jetës sociale, denigrimit do të thoja, të gjithë Kosovës. Pastaj arriti kulmin e vet në vitin 1998, që është shumë i lidhur në fakt me 1997 shqiptare, pavarësisht se shumë shpesh nuk flitet për këtë ose harrohet të bëhen lidhjet e duhura. Nuk do të kishte patur 98 në një farë mënyrë, nëse nuk do të kishte patur 97. Do kishin qenë, por kanë qenë shumë të lidhura. Nuk dua që të zgjatem shumë, por ka dy lëvizje. Nga njëra anë është shumë e vërtet që Ballkani, si e kam thënë dhe herë tjetër, dhe sidomos Shqipëria, Serbia, Kosova janë të lidhura direkt me ato që ndodhin më larg. Përdoren dhe janë përdorur gjithnjë si një paralajmarim, mund të themi, i Rusisë apo Kinës apo një boshti kundrejt atij që quhet boshti perëndimor, që në këtë moment është shumë i luhatur, mund të themi, sepse neve njohim këtë realitet. Por do të kujtoja për shembull diçka tjetër, që boshti i atyre që quhen të palineuarit është akoma shumë më i madh. Është një moment shumë i vështirë, nuk do të bija pre e një informacioni alarmant të gabuar, do t'i dëgjoja normale, është edhe pjesë e atyre që janë politikat ekonomike, do të thoja, të riarmatimit të Europës, dhe këtu fut edhe Ballkanin perëndimor, që
po përpiqet të jetë pjesë e asaj që është bashti evropian. Europa në fundit, pavarësisht se në këtë moment ndodhet në një moment krize që e ka krijuar vetë në 10 vjeçar, duke mos qenë e kujdesshme ndaj lëvizjeve ndërkombëtare, do të thoja, ndaj lëvizjeve që shkonin hap pas hapi në Kinë, në botën arabe, në Afrikë, që është një gjeografikisht, ekonomisht, shumë nga ana ekonomike dhe nga ana, do të thoja, edhe emigracionit shumë më e rëndësishme për Europën sa mendohet. Sepse geopolitika dhe politika ka shumë sfaqetatura, ka pjesën ekonomike, ka pjesën e emigracionit që përdoret shumë shpesh si një në ato që quhen konfliktet hibride. Për shembull do të kujtoja. Pra një luftë ftohtë agjenturash, një sabotazh i mundshëm është më realist. Absolutisht, po unë do kujtoja për shembull që në disa zona midis asaj që është pjesa subsahariane dhe pjesës së Afrikës së Veriut, ku janë dhe rrugët ku kalojnë dyndjet më të mëdha migracionale drejt Afrikës së Veriut dhe pastaj drejt Evropës, në disa zona ndodhen edhe bazat të ushtrisë ruse. Në zonat më të rëndësishme, që nuk është një, do të thoja, nuk është habi, do të thotë kontrolli i emigracionit për të përdorur si trysni ndaj të vendeve të Europës së Jugut, do të thoja, dhe pastaj të gjithë Europës në përgjithësi. Nga ana tjetër, është edhe ajo që thash më parë, riarmatimi i Europës, mendimi edhe që po përpiqet të shtyhet dhe të vihet në praktik. Nuk e di sa do të jetë e mundur, sepse shtetet europiane kanë qenë gjithmonë të ndara dhe kjo ka qenë problematika më e rëndësishme. Në fundi shtetet e bashkuara janë federal, por janë federal brenda një shteti. Europa u bashkua, po asnjëherë nuk u bashkua. Tani këto momentet e fundit po e kujton që më mirë mbase të bashkohemi. Bën pjesë e asaj dhe aty vizioni që të krijimit të një ushtrie, do të thoja, mundësisë për të mbrojtur më autonome të Europës, duke patur më pak mbrojtje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në disa momente ne e pam kanë shkuar edhe kundër Europës, nuk janë sjellë si ata miqt mbrojtës të pandart të kontinentit evropian. Do i shikoja të gjitha në këtë vizion global. Në gjithë po ne si duhet të orientohemi gjithë kjo, duke marrë parasysh mesazhin që morëm nga Shtetet e Bashkuara për zgjedhjet, i thotë, i thatë një. E para, e dyta, përveç kësaj, nga krau tjetër kemi porositur raketat me javelin që presim armatimet. Pra, as e kutur, as diçka, ndoshta në momenti më delikat me marrëdhëniet mes dy vendeve. Nga krau tjetër, ku të mbështetet, ka ardhur momenti për një riorientim, pra se ajo që ndodhe me SHBAN, ndodhe me NATO, me BE-n. Po në BE ku mund të mbështetemi, sepse Britania si kishim mirë punës ne pranuam kampin. Franca, Macroni është sop atje me 7% ka përfunduar, është në ikje. Gjermania ka halle të tjera, e hoqi dhe zyrën e dërguarit për Ballkanin, në mos gaboj Sarazin. Tani më fort duket motra. Okej, atëre, si ta thash më përpara, në fakt Europa, sidomos në 10 vjeçarin e fundit, humbi u bë premë, mirë të themi, e atyre që ishin politika ndarëse brenda shteteve. E vuri re, do të thoya para 4 vitësh, pak a shumë sa që në atë që është planifikimi ekonomik evropian, programet shkencore, programet kulturore, çfarë do lloj programi, një nyje shumë të rëndësishme kanë bashkëpunimin midis vendeve. Ti në një program të çfarë do lloj, edhe nëse do bëj një kërkim shkencor për biologjinë, në qoftë se do fondet nga Komuniteti Evropian, atëherë të lutem shumë vihu në bashkëpunim me një shtet tjetër në mënyrë që të forcohen këto lidhje. Dakord? Që në një farë mënyrë është dhe përgjigjja e asaj që të thash. Pavarësisht se Europa në këtë moment pak a shumë është përçar, ka rrymat e saj që përpiqen ta mbajnë të bashkuar. Pavarësisht se është e dobët, kërkon që të ingloboj dhe të zgjerohet drejt Ballkanit Perëndimor në mënyrë që ky Ballkan mos të bëhet pjesë
e motrës tjetër, mund të themi nga ana tjetër. Kjo ka krijuar edhe, meqense janë të lidhura me zgjedhjet e tanishme, krijoi edhe problematika në ato që janë marrëdhëniet me Turqinë. Por nuk do e shikoja shumë të vështirë marrëdhënien me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian dhe Europa në fakt shikon tek Shqipëria shtetin më europian të Ballkanit. Ndërsa kjo na ka penalizuar se janë tanët dhe nuk kanë nga ikin. Janë tanët dhe nuk kanë nga ikin, po janë tanët, por nga ana tjetër, në këtë moment sidomos, përpjekja për ta mbarë Shqipërinë në atë që është boshti perëndimor është më i madh. Lëvizjet e tanishme midis, ose deklaratat mund të themi, midis Melonit, Ramës, apo fakti që u bë samiti politik, do kujtoja, i BE-s dhe atyre që janë partnerët për zgjerim në BE në Tiranë, ishte diçka nga ana simbolike, diçka e rëndësishme. Në fakt edhe traduktivat e tanishme për sa i përket energjisë, ndërtimin e kavos në ujore, fondet nga arabët apo bashkimi do të thoya nga ana ekonomike, Arabi, Itali, Shqipëri, sepse e njëjti pakt që është bërë në Shqipëri, pastaj është bërë dhe me Italinë. Në këtë trekëndësh është një përpjekje për t'i dhënë një rol shumë të rëndësishëm Shqipërisë, që nuk është vetëm Shqipëria, ne këtë duhet ta kujtojmë gjithmonë. Po flasim edhe për një identitet kombëtar. Kemi Shqipërinë, kemi Kosovën, kemi Maqedoninë e Veriut ku ka shumë shqiptar, kemi Greqinë ku ka shumë shqiptar, kemi Malin e Zi ku ka shumë shqiptar. Shqipëria si identitet e kam fjalën, në këtë moment ku konfliktet globale na kujtojnë që identitetet kombëtare janë shumë të rëndësishëm, sepse po bëhen luftrat më të rëndësishme bëhen për identitet, për ideologji, ku i kujtojnë dhe duhet të kujtojnë shqiptarëve që kanë dhe mund të kenë në këtë moment një rol shumë të rëndësishëm në politikat jo vetëm të Ballkanit, por edhe të ekuilibrave me dhe brenda Bashkimit Evropian. Do të kujtoja diçka. Dikur Venediku i dikurshëm është përpjekur gjithnjë që të ketë një këmbë në Shqipëri, në trevat shqiptare, sepse janë porta që pastaj lidhin me gjithë pjesën aziatike ose arabe, mund ta themi. Nëse ne mendojmë nga ana gjeografike, kemi Turqinë, pastaj kemi patur Shqipërinë që nuk ka lejuar, ose ishte porta që pastaj lejonte apo nuk lejonte kalimin në Itali, në Venedikun e atëhershëm, në atë zonë, të perandorisë otomane drejt Italisë. Është e njëjta gjë në fakt që po ndodh edhe tani. Është thjesht një përsëritje e historisë. Shqipëria është një vend strategjik, nuk është ideologji, është nga ana identitare shumë e madhe se ajo Shqipëria e vogël, duhet të kuptoj rëndësinë që ka dhe ta shfrytëzoj këtë rëndësi në favorin e vet. Sepse për shembull, kur flasim për energjinë, flasim për pjesë energjia dhe mjekësia, pjesën më të rëndësishme të zhvillimit, të strukturës dhe të sigurisë së një vendi. Në Shqipëri nuk është krijuar akoma ajo kultura e sigurisë energjetike. Por neve e pam çfarë ndodhi në Spanjë, çfarë ndodhi pastaj në jug të Francës, çfarë ndodhi në Portugali. Imagjinoni një moment kur qendrat energjetike të Shqipërisë, ato janë hidrocentralet më të mëdha. Mjafton 1, 2, 3 bien shumë kollaj. Kështu që siguria energjetike është gjëja më e rëndësishme. Në qoftë se bie energjia nuk funksionojnë më as spitalet, shtëpitë tona, mënyra se si ne jetojmë që është e bazuar e tëra tek energjia, do të binte, do të shkaktonte një kaos komplet në të gjithë vendin, plus me gjithë ato do të thoya nga ana psikologjike çfarë do të na shkaktonte. Unë mbaj mend në 97-ën, ka qenë një moment që s'mund të harohet, nuk mund të haroj, isha e vogël, po edhe shumë e vogël, kur në një moment ikën drita në gjithë Shqipërinë. Në atë moment unë nuk e dija se çfarë do të ndodhte nesër. Nuk dija se si do të gatuaja, nuk e dija
ishte errësirë, çfarë do të ndodhte, do kishte ardhur, si do të bëja për të gatuar, për të lëvizur, për çfarë do të gjëje. Energjia është pjesë shumë e rëndësishme, më e rëndësishme do të thoja, për mbrojtjen dhe për sigurinë e një vendi. Tani, në këtë moment po riasetohet komplet sistemi energjetik i Europës, dhe jo vetëm i Europës, i të gjitha këtyre vendeve do të thoja që të zhvilluara, që shikojnë dhe kanë tek energjia një fokus shumë të rëndësishëm. Ata që bëjnë një jetë ku elektriciteti, interneti, lidhja midis vendeve është shumë i rëndësishëm. Çfarë do të thotë kjo? Mbi bazën e asaj që ka ndodhur në Ukrainë, ku ranë centralet e mëdha dhe shkaktuan blackoutin e gjithë vendit, tani po shkohet në një hap tjetër. Pavarësia e pikave strategjike nga ana energjetike dhe grumbullimi i energjisë në mënyrë që edhe pse ndodh një problematik në një pikë të rëndësishme, pastaj të tjera të funksionojnë. Për shembull, çdo spital të ketë pavarësinë e vet, duhet të ketë grumbullimin e vet të energjisë, çdo kazermë duhet të ketë grumbullimin e saj, pastaj shumë i rëndësishëm është në këtë moment për fat të keq për si funksionon bota e sotme edhe grumbullimi, mbrojtja e të dhënave që kërkojnë nga ana tjetër një kapacitet energjetik shumë të rëndësishëm, dhe aseti i tanishëm është pavarësia energjetike e nyjave strategjike. Kjo kërkon, është ndryshuar dhe ligji në nivel europian, po ndryshohet edhe tashmë në Shqipëri, kërkon që, për shembull, çdo strukturë energjetike e vendeve të Komunitetit Evropian dhe atyre që do jenë që janë në zgjerim ose duan të zgjerohen, po jo vetëm të tyre, të marrë këtë formë. Pavarësi energjetike, grumbullimi energjie, në mënyrë që në qoftë se ndodh një problematik në një zonë, që gjitha të tjera të funksionojnë. Për të bërë këtë, që është pjesë edhe akordeve me arabët, për të bërë këtë duhet të riasetohet gjithë sistemi energjetik në këtë mënyrë, nga struktura. Dhe grumbullimi të mos bëhet më me bateritë e litiumit, si është bërë deri tani, edhe nga ana e grumbullimit masive kam fjalën, jo të baterive të makinave, por edhe ajo duhet ndryshoj, por duhet të kaloj në disa teknologji të reja dhe më të qëndrueshme. Bateritë e litiumit u pa në borderimin e tyre, që në qoftë se marrin flak, nuk mund të shuhen. Dhe me ligj duhet të qëndrojnë në një farë largësie nga qendrat e banueshme. Nuk mund të kesh një shtëpi, një pallat dhe të kesh afër një bateri litiumi. Duhet të dalin jashtë përdorimit, kështu që duhet të hyjnë me detyrim teknologjitë e reja. Teknologjitë e reja më të qëndrueshme, jo që nuk marrin zjarr, një nga këto janë për shembull bateritë me klorur natriumi. Know-how e ka Italia në këtë moment, dhe për të patur dhe ato fonde për cilat Shqipëria ka bërë akordet, duhet të ndryshoj komplet sistemin e saj energjetik dhe t'i adeguohet akumulimit të këtij lloji. Përndryshe nuk do ketë fonde si nga ana arabe, por ashtu edhe nga Komuniteti Evropian. Okej? Kështu që duhet të riasetohet çdo gjë. Ajo që ndodhi dhe po ndodh në Ukrainë ka sjell në evidencë shumë problematika për të gjithë atë që është, mund të themi, kontinenti evropian, që është i lidhur drejt për së drejti me atë që po ndodh në Ukrainë. Plus edhe në vende të tjera, por në këtë moment po. Dhe Shqipëria në këtë moment, fal këtyre akordeve, në qoftë se arrin dhe ditë i përdori, mund të bëhet një qendër nevralgjike, sepse është futur në këtë trekëndësh, nevralgjike për atë që është stabiliteti i pikës më të rëndësishme për të tërë, energjia. Duhet të adeguoj strukturat në mënyrë që ta shesi, sepse në këtë moment nuk jemi pjesë e Komunitetit Evropian, por në qoftë se adeguojmë strukturat, atëherë mund të bëhemi shitës të rëndësishëm, stabiliteti i rëndësishëm, shitës të rëndësishëm në të gjithë rajonin dhe në të gjithë Europën, Italinë, po dhe në vende të tjera. Është një moment shumë i rëndësishëm që duhet të njihet, duhet të përdoret. Ndonjëherë kam përshtypjen se mungon jashtëmarrëse njohja i këtyre pikave, njohja i legjislacioneve, njohja e teknologjive, njohja do të thoja i një figure globale të lëvizjeve ndërkombëtare që pastaj influencojnë ato kombëtare. Njësoj si thua mjeku i gishtit që nuk shikon
të gjithë personin, problemi. Kur shikon një pjesë dhe nuk i lidh të tëra, pastaj çdo gjë shkatërrohet. Dhe më duket se jemi në një moment të tillë. Në gjithë të panoramë që u bët, përmendet disa herë Ukrainën dhe gjithçka nisi edhe nga atje që Po tani çfarë ndodh atje, sepse duket sikur Rusia ka nis ofensivën e re. Trumpi kërcënoi, po luan me zjarrin Putinit. Ande nga Rusia normalisht s'ka gjë për momentin, duket sikur nga janari mund të mbyllesh e shpejt, po tani larg. Siç e pam, ishin larg. Duhet të kthehemi një çik mbrapa, edhe të kujtojmë që këto lëvizje ulemi në tryez, nuk ulemi në tryez, ka ndodhur shumë shpesh. Në fakt, që në fillimin e këtij konflikti hapur, do të thoja, se ishte një konflikt që kishte filluar shumë më përpara, pak muaj pas fillimit të këtij konflikti u bë një tentativë në Turqi për t'i ulur në tryez të dy vendet. Pas një marrëveshje në fillim sapo nisi konflikti. Duket se u rikthyen prapë aty. Po, pati një marrëveshje fillimisht në Turqi. Turqia normale ka historinë e një perandorie dhe përpiqet gjithnjë që të ketë një rol shumë të rëndësishëm në atë që është panorama ndërkombëtare. Dhe ja del. U arrit në një tradaktiv, pastaj ishte ndërhyrja e kryeministrit britanik që nuk çoi përpara arritjen e atij momenti. Dhe pak më pak çoi edhe në atë që është e tanishmja kërkesa për një riarmatim të Europës, ndryshimin e rolit të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara në gjithë këtë ekuilibër. Këto tentativat njëra pas tjetrës nuk janë të parat, prandaj po të thoja, nuk janë të parat që kanë ndodhur, tani janë bërë më tepër evidente si puna e taksave të Trumpit që sot vjen ose sot kërcënon për t'i vënë dhe pastaj hiqen dhe pastaj shqojnë në luhatje të rëndësishme të bursave ndërkombëtare. Do vazhdoj akoma në këtë pikë derisa të arrihet një marrëveshje përfundimtare, do të thoja, midis Ukrainës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për ato që janë ndarjet e territorit të Ukrainës, ndarjen e territoreve të influencës të Rusisë, jo vetëm në Ukrainë, por edhe të Shteteve të Bashkuara, të influencës së tyre në Europë, ndryshimin e asetit ushtarak të Europës, sepse do të kujtoja që vendet e veriut të Europës, që deri më tani kemi parasysh që ka vende në veri të Europës që nuk kanë pasur as ushtri, por nuk kanë pasur as ushtri të tyre, janë mbajtur gjithmonë me forcat e NATO-s. Nuk e kishin as të parashikuar. Kur në disa vende është kthyer tashmë edhe obligimi i shërbimit ushtarak. Derisa të standardizohen dhe të arrijnë në një nivel të kërkuar, unë kam thënë shumë herë, para se të fillonte konflikti, shumë vite më parë, ishte bërë akordi midis Shteteve të Bashkuara dhe Europës për të rritur investimet në ushtri, në armatime, në teknologjinë e luftës e të tëra. Kjo nuk u bë. Pavarësisht se ishin nënshkruar, kjo gjë nuk u bë. Pak nga pak po arrihet në atë që ishte akordi fillestar. Shtetet e Bashkuara kërcënuan që do tërhiqeshin, sepse është e vërtet që në fakt investimet e tyre në NATO janë shumë më të larta se ato që ka patur Europa deri para pak, akoma është e tillë, kërcënuan që do tërhiqeshin dhe në këtë mënyrë pak nga pak ajo që ishte akordi i para shumë viteve midis dy vendeve do të shkojë në drejtimin që ishte vendosur, rritja e investimit në armatime, në teknologji të luftës e të tjera. Ishte një akord i bërë prej shumë kohësh. Pak po shkon atje ku duhet, do të thoja, në një lëvizje apo në një tjetër. Emanuela, diçka të fundit kam në gjithë këtë histori, çfarë ka ndodhur tani që kur erdhi Trumpi? A është fituesi i madh në gjeopolitik Turqia, pra mori Sirin, edhe rolin për negociatat, nuk po flas për Ballkanin sepse
një pjesë analize mendojnë që Trumpi ja dorëzoi edhe Ballkanin Erdoganit në patronazh, po kjo është gjë e vogël krahasim me lojën e madhe. Atëre, me siguri Erdogani është fituesi i madh i shumë betejave dhe i shumë luftrave. Do të kujtoj që në një moment është në fuqi prej shumë vitesh. Në atë moment ku dukej humbësi i madh, kur kërkoi herën e fundit të bëj pjesë e Komunitetit Evropian, ju tha jo, u kthye në Turqi, ishin zgjedhjet dhe e përdori këtë jo për të fituar zgjedhjet. Ai në atë moment ishte në një moment të vështirë politik. E përdori si lojë e identitetit kombëtar. Na thanë jo, sepse jemi turq, mos ty në thella pastaj. E përdori në favor të tij. Çdo lëvizje të her pas hershme, si thash, e ka përdorur për të qenë një aktor shumë i rëndësishëm në atë që është gjeopolitika ndërkombëtare. E përdori për të fituar Sirin, gjë që kishte kohë që nën tokë e mbështeste, nuk ishte diçka e re, ishte thjesht vënia e kapakut të një loje që vazhdonte prej 10 vjeçarësh. Ndoshta e mori më shpejt se kjo mendonte. Nga ana tjetër po. Nga ana tjetër, bëri një marrëveshje shumë të rëndësishme bajktar me Leonardon në këtë moment, gjë që nuk kishte menduar. Ishte diçka që para disa vite do të ishte e pamendueshme, një marrëveshje e tillë midis një prodhuesi të teknologjisë turke dhe një figure të rëndësishme të teknologjisë së mbrojtjes të Komunitetit Evropian. Ka që është një lëvizje nga ana figurative politike shumë e rëndësishme. Bajktar është turke. Nga ana tjetër, juve thatë që në një farë mënyre ja dorëzoi dhe Ballkanin. Në një farë mënyre është e vërtet. Është e vërtet në një farë mënyre, por në fakt Shtetet e Bashkuara nuk mund të humbasin rolin e tyre si një forcë shumë e rëndësishme në Europë dhe në Ballkan. Europa është një konsumator shumë i rëndësishëm, është një konsumator që do me thënë interesi për Europën vjen në fundit nga kjo anë, sepse është një konsumues i rëndësishëm i çfarë prodhohet në vendet e tjera. Ka humbur shumë për fat të saj në këtë strategji ndërkombëtare. Unë nuk do e lija më vete rëndësinë e këtyre lëvizjeve për atë që është Ballkani dhe Europa, sepse në fundit Ballkani, Europa dhe Shqipëria do të thoja. Shqiptarët ndonjëherë mendojnë se zgjidhjet do ju vinë nga jashtë, nuk shikojnë asnjëherë se çfarë probleme ka brenda. Zgjidhja do vinë nga jashtë edhe rreziku do vinë nga jashtë. Si e thatë ju përpara Shtetet e Bashkuara i uruan në fund qeverinë e tanishme ose Partinë Socialiste. Dhe aleatët. As nga opozita, plotësisht, as nga qeveria. Po si do që tjetë arriti. Më shumë janë trembur nga një postim i Rubios, i cili ka deklaruar që po shpat një politikë të re të kufizimit të vizave që do të zbatohet ndaj zyrtarëve dhe individëve të huaj që janë bashkëfajtor për censurimin e amerikanëve, fjalës së lirë. Ndoshta nga kjo janë trembur më shumë se mund të vinë nga grada të tjera ose heqje vizash. Dua të kujtoj diçka. Nga ana historike, historia na shërben për të mësuar shumë gjëra. Në qoftë se ne shikojmë Irakun dhe ato çfarë ka ndodhur, Iraku, studimi i historisë të 50 vjeçarit të fundit të Irakut na shërben për të kuptuar lëvizjet amerikane në nivel global. Gratat dhe nogratat mund të hiqen dhe të vijen sipas momentit gjeopolitik. Ka ndodhur me liderin e Sirisë. Prandaj po e them Mikael, Iraku është akoma më simbolik. Ai Sirisë të paktën unë kam thënë gjithmonë ishte aq i ri sa të bënte analizën e atyre që e kishin paraprirë në vendet e tjera dhe të ikte në momentin e duhur. U tregua shumë njohës i mirë i lëvizjeve politike dhe i historisë. Kështu që gratat hiqen.
apo vihen sipas momentit. Si do që tjetë, për mua është e rëndësishme të kuptohet, ose për pak në përvlerësimin tim që pjesëmarrja në 42% do me thënë që 58% e popullsisë nuk ka shkuar të votoj. Është një përqindje shumë e madhe. Kështu që të gjithë politikanët, të çfarë të lloj niveli që të jenë, duhet të pyesin veten çfarë kanë bërë për të humbur besimin e njerëzve që nuk besojnë më se vota e tyre do të ketë një farë vlere. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Rezultati më i rëndësishëm është ky në fund të fundit. Lexova diçka që Republika e Maqedonisë të Veriut do të jepte ndihma familjeve të reja që të jetonin në fshat, të shfrytëzonin fuqinë e të tjera. Sido që të jetë janë vende, po, jo vetëm Maqedonia e Veriut, edhe vendet të tjera të Ballkanit, Serbia, sidomos Malizi, që kanë një strategji industriale, një strategji ekonomike në shumë fusha. Është njësoj si kur të thuash, dua të shkoj nga një vend në tjetrin, të nisem, po unë kur nuk e di se ku do shkoj, humbas rrugës. Dhe Shqipëria në fakt, në këtë moment, nga ana ekonomike, nuk po di të shfrytëzoj dhe nuk po di se kush është rruga e vet. Aq më tepër ky mandat i 4 të radhës i i vështirë për të motivuar. Për të motivuar, dakord, më i vështirë, në qoftë se do dihet të manovrohet, si thash më parë, është momenti më i rëndësishëm për Shqipërinë. Por, nga ajo që shihet, deri tani nuk ka një plan strategjik për zhvillimin ekonomik. Kemi një emigracion që vazhdon akoma. Unë nuk mund të jem, dakord, më bëhet qefi që shumë të moshuar nga Italia apo kudo vinë në Shqipëri, por dua të kujtoj diçka që në qoftë se një industri e rëndësishme, që jo nga ata që vinë investojnë për një moment dhe investojnë sepse aty rroga është më e ulët. Një industri e mirëfillt në planin e saj të investimit strategjik, para se të investojnë në një vend, shikon edhe moshën mesatare të atij vendi, shikon shkollimin e atij vendi, shikon funksionimin social dhe sanitar të atij vendi, si funksionojnë spitalet, si është shkollimi dhe si është mosha mesatare. Janë shumë të rëndësishme, sepse nëse unë dua të investoj në një vend, dua të marr persona që janë të formuar. Unë mund të sjell formimin për diçka të re, për industrinë time, por duhet të jenë persona që një background e kanë, të çfarë do lloj niveli, po them, edhe thjesht të punës së dorës. Mosha mesatare, sepse nëse mosha është shumë e lartë, atëherë investimi im është një investim që do të shkojë në rrënim nëse nuk do të kem forcë punëtore, forcë intelektuale, sepse kur investimi bëhet për 10 vjeçar. Në qoftë janë të detyruar tani të shikojnë, ka qenë gjithmonë, po ka marrë akoma më tepër rëndësi si funksionojnë spitalet, sepse nëse unë sjell dikë nga jashtë të punoj, po marrim Italinë, po sjell inxhinierët e mi, personat e mi që të punojnë aty, atëherë duhet t'i garantoj edhe kurat e duhura. Në qoftë se këto gjëra nuk shkojnë, atëherë investimi shkon diku tjetër. Nuk është vetëm rroga e ulët, që është diçka shumë e keqe kur ta mendosh që ajo vetmja gjë që un kam për të ofruar ndaj një investitori që vjen nga jashtë është rroga e ulët, domethënë shfrytëzimi i njerëzve. Duhet t'i shohin këto gjëra. Ajo që më duket është se nuk ekziston as njohja e atyre që janë parametrat që sjellin investituesit e huaj. Dakord, po e përsëris një herë tjetër, më bëhet shumë qefi që po vinë të moshuarit, por nuk janë investues. Është diçka tjetër. Dakord, nuk mund të jetë pjesë e ekonomisë tonë vetëm përthithja e emigrantëve nga jashtë. E kampeve të emigrantëve, dhe dua të them dhe diçka tjetër në fakt, që për të bërë një kamp emigrantësh me kriteret, me qenë se duam të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, me kriteret e Bashkimit Evropian, që vendos se si janë kriteret, ndodhen në Maltë, dhe për të bërë një qendër duhet të kesh disa parametra, duhet të kesh disa hapa, duhet të garantosh kurrën një personave që ke aty,
duhet kesh mjekun, duhet kesh psikologun, duhet kesh përkthyesin, duhet kesh sigurinë, nuk mjafton vetëm puti personat për të fjetur në një vend. Nuk është ai, sepse mund të kthehet kundër në radhë të parë. Sepse një person kur vjen nga jashtë, akoma më tepër është i predispozuar, sidomos kur vjen nga histori të vështira, i predispozuar të ketë sjellje agresive, por që nuk është se lindin sepse personi është agresiv. Lindin sepse kushtet e tij psikologjike në një vend që nuk njeh e predispozojnë për këtë problematik. Ti duhet të krijosh kushtet që kjo gjë mos të kthehet kundër teje. Psikozat, skizofrenia, sjelljet antisociale janë shumë më të larta në këto kategori dhe i takon vendit për kushtet të tjera. Kjo jo vetëm për ata që vinë për shembull në këmbë, edhe emigrantët shqiptar në ato vende kushtet e integrimit janë më të mira, këto problematika janë më të ulta, gjithmonë ekzistojnë. Por integrimi social është shumë i rëndësishëm. Që Shqipëria duhet të garantojë pa arritur të integrimit, sepse pastaj duhet të shkojnë në një tjetër teorikisht, pa arritur të integrimit duhet të garantojë kushtet që janë të detyruara nga ana ndërkombëtare. Manuela, falenderoj shumë për gjithë bisedën edhe gjitha çështjet që diskutuam. Faleminderit ty, shpresoj mos kem shkuar shumë gjatë, por në fakt janë argumente shumë të rëndësishme për Shqipërinë, që duhet i kthej syt nga Shqipëria dhe nga shqiptarët. Për mos humbur këtë moment historik që me të vërtet ka. Është një moment historik që nuk mund të ndalet vetëm në llafe, në slogane politike, por në realitet. Si të thash më parë, disa gjërat më elementare që më duket se nuk njihen. Është rritur aq shumë mosha mesatare, persona që largohen nga vendi, duhet të ketë investim në nivel social, në arsimim, në spitale, në qoftë se duam të shkojmë në një drejtim, duam të shkojmë drejt Evropës, dakor, por duhet të njohim kush janë ligjet, ku duhet të shkojmë, çfarë duhet të ndryshojmë. Faleminderit shumë Emanuela. Asgjë. Faleminderit.